Haxhi Shala u lirua me kurth gjykata speciale detaje për vendimin. Dhomat e specializuara të Kosovës, DSK, kanë dhënë detaje lidhur me vendimin për modifikimin e dënimit të Haxhi Shalës, i cili hapi rrugë lirimit të tij me kurth. Sipas njoftimit zyrtar në 2 shkurt 2026, kryetarja e DSK-s, gjykatësja Ekaterina Trendafilova, vendosi të modifikojë dënimin e Shalës, duke përcaktuar kushte që do të zbatohen për pjesën e mbetur nga dënimi prej 3 vitesh. Pas këtij vendimi, Haxhi Shala u lirua dhe u kthye në Kosovë në 10 shkurt 2026. Sipas njoftimit, thuhet se kryetarja Trendafilova mori parasysh disa faktorë, përfshirë shenjat e rehabilitimit të treguara nga Shala gjatë vuajtjes së dënimit. Ajo theksoi se Shala i kishte drejtuar një letër personale të shkruar me nismën e tij dhe pandim ligjore, në të cilën shprehte keqardhje për pasojat e veprimeve të tij ndaj personave që mund të kenë pësuar dëm. Gjithashtu vlerësuar marrëdhëniet e tij pozitive familjare, mjedisi qëndrueshëm i jetesës dhe rjetigje shoqëror, të cilat sipas gjykatës tregojnë një perspektivë të arsyeshme për rehabilitimin dhe integrimin shoqëror. Reintegrimin shoqëror. Megjithatë, kryetaria theksoi se veprat penale për të cilat Shala u shpall fajtor janë të rënda, por konstatoi se letra e tij përbënte një shenjë të distancimit të sinqert nga veprimet kriminale pas një periudhe reflektimi. Nga DSK-ja u sqaroi gjithashtu se procedurat për uljen, modifikimin apo ndryshimin e dënimit të parashikuara për nenin 51 fraksion 2 të ligjit për dhomat e specializuara janë procedura individuale dhe se vuajtja e 2/3 të dënimit nuk garanton automatikisht uljen apo ndryshimin e tij, por vetëm mundëson shqyrtimin e një kërkese të tillë.